Edhe burri jote e di, sa për informacion. Jam shtatzan. Do na bëj ndonjë aksident. Frena. Hama ja tani. Jam shtatzan. Bana do bëj një gjyshe. Gjithë e di. Seriozisht? Po, je vetëm ja. Eva! Unë edhe bana kemi marrë edhe dhurata. A dëgjoni shumë? Kush e di sa zhurmë? Këta në detarin. Kjo është pakoja ime, emri Nadisa. Kjo është e banës. Tani po sistemojmë pak shtëpinë edhe po heqim pak pluhur se shtëpia ka qenë e mbyllur që në tetor kur kemi qenë unë edhe Mauricio, Briani dhe Virgji për herë të fundit. Ja si është valixha. Super e ngarkuar dhe më duhet ta sistemoj. Si që kam sjellë, sikur nuk ka në Shqipëri, po hajt mos vija duar bosh, pa çokolata. Dhe kështë di sa çokolata tjera mund të ketë këtu të hapura. Ja, që kam sjellë? Edhe mika e zoti madh. Edhe biskota, hajde. Fillon të bëjmë punët, i kemi bërë punët, nuk e di si i kemi bërë. Thot bana, po driti kemi bërë punët, i kemi bërë skandal, atë po thosha edhe unë që i kemi bërë pa lidhje, kemi fshi mesin, kemi lënë anash. Bëj shaka, kemi fshi ca plura, kështu se shtëpia e mbyllur, kishte marrë super plur. Sa buaj ka bërë vjera ime, qa shtëpia ka bërë edhe në banjo, ke rezet të flasësh me ju se ke dekor lulesh. Unë vajta 1 vit e gjysmë me shtëpinë time në Gjermani, se i kam ble lule deri më sot, jo, shtyp. Ua, ban, daj, Soni! Po si harrua mirë? Si e ke bë kuzhinën dritë? Qa dritë? E di si ishte këtu pluri njërë, se keni iden, do me thënë. Akoma ka? Je bë gati ti? Nusja dhe Vjera kanë blert njëjtën bluzë të dyja, po njëra blu, Vjera mosura ato të shoqik bluzën. Prit. Por dhe rashi ka e blu. Ja. Blu dhe ros. Tani do ikim se kemi orarin thonjve në... Ose nëzirë të nëse shërëmuja aty. Po s'ka që qa kemi atje, biskota, Red Bull, shumë dalliqesh kemi, qërë mujë, shtëpia është yll. O zotë sa bukur të vish në Shqipëri edhe të rishte shtëpia Vjerës që e ka bërë të re, të bukur. Do t'ju bëjmë një room tour, house tour, kur... Mesazh kur të kthehemi. Të pastrojë shtëpia tamam. Shkoni te shtëpia e Vjerës. Po. Edhe ju shkoni te shtëpia e Vjerës dhe kënaqesh. Jo të gjitha kënaqesh. Jo të gjitha ajo. Se më keni thënë. E kemi thënë ato. Ato muhabete. Hajdeni me ne, ikim bëjmë thonjë, ndërkohë shikoni si janë thonjët e mia, rritur goxha. I bëjmë sot se donte edhe bana t'i bënte, kështu që ka marrë edhe prisni. O zoti madh, të më shikonit mua dje në aeroport, isha shpërfytyruar, jam zënë me ata njerëzit atje. O zot, ju tregoj shere, ju lutem një moment për të nderuar Vjerën time këtu. Monument kulture. Qyqa hiqem. Momentalisht ju kam lënë mbi një biskot, edhe po thosha dje, jam zënë me ata të aeroportit, nuk e di do me thënë, inshallah s'm ka pa ndonjëri nga ju, se unë isha e shpërfytyruar tje. Edhe të shikoje neve që kishim marrë 100 çanta, edhe nga që na peshoj edhe valixha shumë, ishte një këpuc mbi një qese të banës, një këpuc mbi qesen tjetër, janë atletët e mia të reja, i kam bler tani, po hold do t'ju bëj kur të kthehem në shtëpi. Edhe kam marrë me vete çokolatat, po edhe dhuratën e babit, se ka pas babi ditëlindje në datën 21, edhe dhuratën e mamit. Okej, këtë do ja tregoj, do t'ja tregoj më vonë, sepse ka surpriza. Prit, jo gjitha. Çfarë është kjo punë? Ti them gjitha për njerëz, ka kuptim. Mos është ftohtë. Me vete ka marrë edhe këto të dyja, se duhet ju bëj një reklam, janë nga Temu. Ndërkohë dhoma e gjumit, shikoni pak. Kam edhe këtë dhuratën këtu, me shumë gjëra të bukura për Baby Darian. Do vi edhe Eva, do të hapim, do t'i bëjmë unboxing, çka kemi sjellë për Darian. Hajde tani dalim. Kjo është dera pallacit të ri. Shikoni pak nga ana tjetër. Pse e bëni këtë gjë? Ju lutem, mos bëni këto veprime. Edhe dihet që nuk do mungoni këto lloj videosh. Kemi banën në sfond që loz me Darian. Eva si ta, mirë se erdhe. Shikoni gjeta, se është ekrani kësaj dhe nuk... Do janë tjerë kështu ta shikoni pastaj. Prit ta nxjerr çike. Eva si ta. Por favor. Njerëzit si dele. Shikoni njerëz. Më ka Vjerë të lutem pak qetësi, se dua t'i them njerëz... se si të duash ti. Dua t'ju them njerëzve që shikoni ku më ka ardhur dita mua, që unë
të jem pasagere, princess, edhe të më marri Eva Sita, një shofer personal. O gosti. Po ti si të vinë tup mirë e ke lënë vjerën mbrapa. Vjerë, je keq mbrapa. Jo jam si Kujdes sa mos më na shtyp në njëri, kalo vajzë, lutem se duam të shkojmë shëndoshë mirë. Bëni mashallah njerëz. Ata nisë dhe oban. Ta nisë dhe herë. Duke si shtatzan, o gosti. Jo, Si jam si e ka fry. halli kjo të Jam vetë. ajo se si fry. Po ti inshallah ishe. Inshallah je. Ja tjetër. Jam. Jam. Vëtallet kam. Jo mi jam. Po ti do duket gjë kjo shtatzan. Ha me ti. Jam shtatzan. Atë do na bëj ndonjë aksident kjo. Avash, frena. Ha më ja tani. Jam shtatzan, urdhëron, jam Po nuk do e shtatzan. thojën Jam shtatzan. Ku je dole? Avash, frena. Ka pas bar. Jam shtatzan. Shiko tani ti bark ke pasur, po s'ke pas. O mos nuk kam pas të bark, kjo është bark me fëmijë. Ai është A mo të ma shtyp fëmijën. O gos, mos të besoj njeri. Jam shtatzan, moj, nuk është një prank, është vërtet. O, dhe një sekundë se jam në timon tani edhe. Po më Çfarë merren ke si bërë? fryma. O, reago, të lutem, ti nuk po emocionohesh as pak, nuk po bën asgjë. Po jo, te kam seriozisht E tani. bashkë do jemi, Eva. Bana do bëj një gjyshe. Unë do bëjmë nën si ti. Ama jo tani e ke seriozisht apo Po për tallesh? zotin moj, po të Ja se betoj. ty të besoj. Më beson? Ha, të besoj. Është shtatzan. Seriozisht. E ti me mos më bëj çaj tani. Se ka qarë mjaftuash. Kam qarë aq shumë që. Edhe burri jote e di sa për Është informacion. surprizë, edhe burri Vetëm jote. ti nuk e di, gjithë e di. Po, Seriozisht. je vetëm, Eva! je vetëm. Edhe, se lajmi nuk kam varuar akoma. Kujdes, qetëso. Tani tani se a bët lëmsh. Gjeloze, qa. Ua, Darja! Kujdes se jemi me fëmijë. Po do të vi një sot, se një sok qaj ke vajza po djalë. Jo, mi ka mami jam bana. Mos ja fut Ka parë shumë o jesh. O gotë jam 4 muajshe. Ti kam bërë pasur? O Darja! Bëj festën edhe kam ashtu. Nuk e kam një parë domethënë. Mi mërë në makinë do ma jep ja këtë lajmë. Në makinë. Darus, çake. Eva foli çik Darje. O mama. Ua, si jam skujsa turp. Nuk e di pse ndjej turp kur ju them njerëzve që jam shtatzan. Po kur do postosh tu në video ti? Kur të ta shpallsen ju nuk e dini se di asnjëri akoma. Nuk e kam të naskujt ka në rrjetet sociale. Vetëm prej teje se ka- Kalia e tha. Më ka spionuar një shoqe me qenë sera Jo, fjalë. nejse. Thash, kjo do ma bëj surprizë kur të vi dhe pas kam pas të drejtë. Dhe ideja ishte që unë kur të vija këtu me që kisha biletën, prandaj e ke Po shtyr shkon, kaq e. shumë. Po këtu me të shtëpia. Parko Eva dhe ikim në shtëpi. Edhe unë që Po ti prandaj vajte? Po, pra se ish me të vjella, na kështu ta ndihmoja. Kështu që është atë Po se qa Po. nuk e dim të betohem, as Kurse- ne, as njeri, e di vetëm kushëririm në Gjinimi Spanjë. jo. O zimre ti vjo, do vdes, Hajde se flasim shtëpi. Hajde. Hajde. Mirë mëngjesi njerëz nga dita tjetër. Zot, ta fillosh ditën me lodhje. Unë po i vesh të gjitha rrobat që tham që do bëjmë haul, edhe Bana i ka veshur. Por kjo bluza, le ti tregoj veshur, edhe ta shikoni të bukur. I kam lënë këtu të gjitha të palosura, por sa herë dalim veshim në gjë. Edhe me që do vesh dhe atletet e reja, shikoni pak sa të bukura i kam, edhe i kam njësoj me vjerën. Edhe këto i kemi bler po të Tommy të dyja. Gjëja që më pëlqen më shumë është që e ka logon krejt të vogël, gold edhe gati të padukshme. Edhe ja ku janë të dyja bashk. Edhe unë do i vesh me këtë bluzën edhe thjesht me streçe poshtë se sot është ditë e diel. Ne do ikim në Shëngjin, në Lezhë. Do shkojmë të shikojmë një herë ç'a bëhet andej dhe të ham ndonjë gjë të mirë. I thash Banës hajde ikim në Durrës. Durrësi më pëlqen më shumë, por tha nuk e kam parë asnjëherë Shëngjinin, kështu që ikim atje. Okej, do vi edhe Klajdi, është mami, është babi, është motra, janë gjithë shtëpia. Ikim të gjithë në të njëjtin vend, por jemi ndarë në 2 grupe të ndryshme, ose ngushta. Atletit i kam bler njësoj me Banën, se na pëlqyen. Bana i ka vesh, edhe sa herë ja shikoj më pëlqejnë shumë, por unë si kam vesh akoma. Dhe uroj të më bëjnë, se më duken pak si të ngushta, se unë e kam pak këmbën e gjerë. Oh,
Mirë, këtu ta lidh. Jam veç me të çorape, por mendova se nudi do i shkonte. O zot, ti lodhem, direkt lodhem. Edhe duke lidh kputucet e mia. Qa do shkonin më shumë me xhinse? Po unë i vesha kështu tani sot edhe s'kam ndërmend të ndroj streqet e mia të vesh xhinse fare. Fare. Një sekond se my family is calling me. Po dali Kalamaj, po vjen aty edhe vendoseni si do shkoni aty. Okej, hajde, mirashi. Po kin ke pallati juaj, keni pse të vini këthe në trafik. Okej, tschüss. Tschüss! Wow, disha me këtë këpucë. E kisha ditë që janë kaq vështira nuk i kisha bler. S'kam ndërmend të vuaj, po jap një shans. I vesh për herë të parë, po s'u hapën, po di çfarë do bëj. Se edhe banës nuk ja jap dot se i bëhen 2 pa 1 soi. Nuk kam shumë gjëra për t'ju thënë juve se nuk ju kam folur fare këto kohë, por avash do më vinë të gjitha muhabetet që t'ju a bëj. Ndërkohë, edhe e dyta. Sigur u kam bërë luftë.